Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Bolinho de arroz. Do ham pra sot, me rovena dilën. Do t'ja kam gjitha më duke tana. Inshallah janë të pyetje që marrin përgjigje. Është pikante rove, je pikante. T'lut na shtine me këndu këngën për një qast. Më ndali zemra, si sheti. Unë dhe ti, lusnim natën që dhe pak të zgjaste, të mos kisha gjim. Uji Tepelen, shikusa, uji më i mirë. Scotti, kemi Moninin, Pontin, Ciao Berton, e tjerë. Sa emocion shikues, ha? Ka marrë malli që të takohemi çdo ditë, çdo të diel në orën 11. Deri tani pak e ca javë keni kaluar, keni pa shihen me repriza derisa e nisëm këtë sezon. Që them të vërtetën, më ka marrë malli më shumë e punu, ha? Unë e du pushimin, punën e du më shumë, sepse puna është ajo që na mban gjallë. E mbaj mend para 10 viteve, u pensionu babi, u mërzit. Po, me që se ka qenë doktor shkencë, profesor filologjik, ja vazhdu në nde. E mandi u smu pak, dhe e kom pas që ka hangër ajo mos puna, kur je shumë aktiv, pastaj pasiv, të knash 2-3 javë. Po mandej, mirë më gjesi për ty, që sa po jezgju, e ndërsa mirëtita ty që jezgju shumë mote, dhe do na përcjellni tani me super të ftuarën. E keni pa, unë kam emocione që atë sot do ta kem tek Shija e anës, që nga vozhlia ja di disa këngë edhe kam përcjell në festivale ndryshme kur isha e vogël. Kështu që po du me falenderu babin që në shtëpi na ka lëshu veç muzikë kualitative, si nga artistat shqiptar, ashtu edhe të huaj. Jemi në Klan Kosova, jeni me Shijen e anës në YouTube, like, follow, subscribe në rrjetet tona sociale. Krejt në fillim, po du me falenderu një super artiste që nga sot, ajo do të mos bukuroj tek Shija e anës, dhe bët fjallë për Janina Isufin. E gjeni në Instagram, Janina, sa bukura, po më pëlqen e emri, jo, është Jana Isufi, me 2 n-ja, bëja një follow, i thash, Jana, sa ma naturale, unë kam dëshirë që dukem naturale. Për ndryshe, apo e shini shtëpin ma të reja, shtëpia ma e re e Shijes së anës, kuzhina me 2 furra, kemi edhe këto sirtaret për verra, që i kemi Argo Grupin, ku sot të ftuarës son do t'i dhurojmë një roze, sepse i shkon rozeja asaja, kemi shumë elegante. E keni pa thash promon? Hajde po flas pak për të ftuarën. E madhja, e super talentuara, kanë ardhur atë shumë pyetje komente nga rubrika Publiku pyet, që me të vërtet po gëzohem, dhe fillimisht po du me falenderu Rovenën, mande edhe Zotin e krejt me radhë kështu, që edhe Rove mori rrugën dhe erdhi drejt Prishtinës që t'jetë pjesë tek emisioni Shija e anës, i cila sot do t'jetë dielli në këtë sezon, sepse kur gjithmonë i zgjidhi të ftuarit e parë se kush do t'jenë dielli, pastaj ai dielli na përcjell me energji pozitive.
Për herë të parë do dilte në skenë në vitin 1993. Vazhdon të këndoj, ka sjell për festat fund vitit një këngë, super këngë në bashkëpunim me Genën. Për ndryshe ju që nuk e dini, Rovena Dilo vitet tona ka jetuar në Greqi. E din greqishtën, si ka qenë përvoja e saj në Greqi, pse e la Greqinë dhe u kthye në Shqipëri, e tjerë. Sa po më pëlqen reshikues kjo kuzhinë, se ka aq shumë për me fol, por i kemi vetëm 50 minuta, sinqerisht, aq shumë s'di, ka shumë kuzhina tek Qa Berton showroom. Kreti që po na ndiqni këto momente, dëshironi ta ndroni kuzhinën, të bëni renovim në shtëpi apo keni ble shtëpi, e janë në Qa Berto dhe gjeni Lara Mania, ja pra e kam qep edhe këtë perde, apo ju pëlqen shija anës, mu po më pëlqen. Edhe dola një ditë me shiqu perde, edhe erdha me këtë idena, me 2 ngjyra, ndoshta po ju jap edhe juve ide nëse keni kuzhinë me dritare. Po më shihni që jam pak e rrezitur, ka fillu me mdal ngjyra, por janari ka nis në Bregdet. Kam qenë në një kontinent tjetër, kam qenë në një vend që e kam pas ëndër të shkoja, dhe ëndra u bë realitet. Isha në Brazil, isha në Rio de Janeiro, o zot. Hera e parë në jetë që në dimër të ikja diku në Bregdet, dhe ku në një vend që e kam pas ka moti në listë. Kom hangër ushqime ndryshme, shumë s'më ka pëlqyer ushqime, por disa restorane që kemi rastis, ka ndodhur që 3 herë kemi qenë te i njëjti nga 3 herë. Një meze tradicionale shumë e njohur në Brazil janë kroketat me oriz. Pra sot po të gatuaj për ju shikues, sepse edhe 2 ditë na ndan deri në Ramazan, edhe për Rovenën tash sjellin një eksperiencë nga Brazili. Keni gatu oriz ka tepru? Mos e hudhni. Bëjmë kroketa me oriz, bolinho de arroz. Roft Google Translate, a dëgjojmë? Bolinho de arroz. Bolinho de arroz, bolinho de arroz. Pra, vetëm pas pak, me orizin më të mirë italian në vend, riso scotti, të gatuaj kroketa, ku kemi në të 2 lloje të djatrave, kemi qumshtin, kemi gjalpën, kemi majdanozin e freskët, e tjerë. Sikur i pjekim llokumat në shumë vaj, ashtu do të pishin edhe këto dhe do të jenë krokante nga jashtë, ndërsa të buta nga brenda. Flon Flower Shop. Faleminderit Merit, faleminderit Flon Flower Shop që jep jetë emisionit tona. Dje ka qenë Shën Valentini, urime krejt dashuruarve. I kemi atje në spon trëndafilat e kuq, që do t'ja dhuroj më vonë Rovenës. Po të më falenderu Cakin mos u smuj, e kemi Cakin për balë shikues, edhe që pa Cakin s'ka shije të anës. Qa me jo thonë tjetër, e te i zgjata, po është epizoda farë për shikus? Mezis po pres, që Rovena Dilo na vite këshia anës. Dhe kënga ime preferuar deri në vdekje është ajo e interpretuar në vitin 2001 me Pirro Qakun. Për një qast më ndali zemra si sheti. Farë këngë. Po shkoj me marketing dhe kthehemi për t'ja gatuar Rovenës. I kom thonë më ardhë unë shikus. Po shpresoj që Rovi s'ka hangëra, sepse kirtat kam i lëpi. Po edhe kam i hangër. Shikues, së rikthyem nga bloku i marketingut, jemi në kuzhinën time më dashur dhe këtu kemi enët. Këtu realisht nuk janë pjata, janë si lloj tave tepsie, po do duken më bukur këto kroketat klasike të Brazilit, bolinho de arroz, nëse po e them mirë. Ta marrim këtë dhe ky është marketi i anës. Nga Migros Grupi me produktet më të mira italiane në treg. Çka do të marrim? Do të marrim orizin, do të marrim scottin. Do të marrim scottin, të cilin e kemi zier më herët. Vajin më të mirë italian, monini nuk po e marrim sot, sepse këto kroketa piqen me vaj lule dielli. Herë, enën do ta lëm anash. Dhe me këtë oriz, sot do të gatuajmë kroketat klasike të Brazilit, të cilat
i kam hangër 2-3 herë në atë restoran që më ka pëlqyer shumë Buzdetit. Një restoran klasik me shumë gjelbrim dhe vetëm drunj, stil i portugezve. Kështu që kam knatësi që sot juve shikues që do të agjeroni, që të ambani Ramazanin, ta nisni si kafshot fillimisht, si snack që thonë Amerikanët, kur të vinë mysafir, t'i befasoni me këtë kroket me oriz, dhe me shpresën që edhe Rovenës do t'i pëlqeja, sepse do t'na vi unë sot. Pra, orizin, arborio nga Skoti, e kam zirë më herët shikues. Kemi pra këtu oriz, ku e leni që të ftohet, jo e nxehtë, kroketa duhet ta zini dhe ta leni ftohet, ose në qoftë se ju ka ngelur oriz nga gjella e djeshme dhe nuk dëshironi ta hudhni, ja pra ideja fantastike për kroketat braziliane. E kam thënë në Instagramin tim kur i kam postu, kam thënë 100 herë, jo 100 herë, 1000 herë më të mira se arancinit sicilian. Çka kemi këtu? Kemi 2 vezë, krejt në varet sa keni oriz. Nëse keni oriz më pak, shkoni me 1 vezë. Dhe do të përdorim 2 vezë, kemi majdanos të freskët, kemi qep të reja, kemi 2 lloj të djathërave, kemi parmezanin dhe mozzarellën, kemi pak qumësht, kemi 3-4 gram gjalp të shkrier, kemi mielin dhe kemi pluhur për gatim. Tërë pa humbur kohë, po fillojmë që të gatuaj kroketat tona. Ju nevojitet një lopat luk, çka do që keni. Po nisim me vezët, do të vendosim 2 vezë, do të vendosim majdanozin, qepën e re, ja, parmezanin, kam djerë shumë, mozzarellën, gjalpën e shkrier, ja kështu, pluhurin për gatim. Qumështin edhe mielin ende nuk e kemi vendosur, fillimisht do të fillojmë ta përzijem kështu mirë dhe të shohim sa e kemi masën kremoze. Dhe do të shkojmë me piper të zi, të freskët si gjithnjë. Tani, do të vendosim se po e shoh, ja, do ta shihni sepse oriz kemi tepër, kështu që unë kur ta kryej emisionin, këto ja paketoj Rovit, edhe Rovi e merr në Tiranë, ja pjek mamit. Tani, do të vendosim pak qumsht, se po e shoh që ende është materiali trash. Ja, do të vendosim qumshtin. Okej. Tani, bashkëmisht qumshtin, po të vendosim edhe pak miell. Edhe pse orizi është vetë miell, po receta është ashtu, domethënë po shkojmë 100% me recetën nga Brazili. Ja. Do ta vendosim edhe këtë çumë që më ka ngel, edhe me një pikë miell. Ja. Duke e përzi e kuptoni masën se është fix. Për 1 minutë jemi gati dhe do t'i pjekim kroketat tona. E shihni sa e lehtë, 3 minuta punë. O zot, nuk e keni idena se është e gjitha me produktet më të mira. O zot, çfarë orizi. Ja, pra, është koha që t'i pjekim kroketat tona. Ta provojmë pak? O zot, të lirisht me hangër dhe si salat të ftohtë. Por jo. Jo, do të befasoheni, vetëm pas pak, ta marrë këtu një pallom. Do të befasoheni pas pak se çfarë kroketa do t'i hani kesh të thonë, po pse jo, është herët. Ja pra, sa mirë, Shija Anës është një emision që fillimisht e mësoni recetën, ju jep ana ide se çka të gatuani sot ditë e djetë.
Krejt kemi oriz në shtëpi, jemi popull i brumit. Mielli, orizi dhe patatja nuk na mungon. Po e marrim një tenxhere dhe po bëhemi gati që t'i pjekim. Atëherë, këtu e kemi një salcë pikante. Nuk është vetëm pikante, por është edhe e ëmbël. E ëmbël sweet chili, që ashtu e kanë servu në restoran. Këto krokante, e i ngjysha, i hajsha. Arsyeja pse e vendosa në mes është që pastaj kroketat do t'i bëjmë si djell, si lule. Atëherë, tenxhere kemi vaj, na është nxe vaji dhe këtu afër meje kanë 2 lugë shikues. Pra, duke ndihmuar luga njëra tjetër, do të fitojmë format dhe do t'i pjekim ja kështu, marrim, mbushim mirë, ja. Dhe siç e pash, tash do të më mësua, sepse hera parë, besoj që ju në shtëpitë e juaja bëni petulla dhe i bëni me lugë. Me lugë, unë se kam bë më herët, po do të tentojmë, të shohim se çka do të bëj. Qofse keni problem, se peshoj që edhe vetë e kom problem me lugë, i bëni format me duar, vendosini par dorza edhe shkojmë. Caki, apo i pjekim? Hajde po i pjekim. Ja, pra shikues, kështu, dhe e hidhni. Pa pesheni shikues, gjithë shka mësot, dhe për mu hera par, ja pra 1, 2, dhe iku. Hajde dhe një, se ka vend sa dush. Ja pra 1, 2, ja që kësë më dush mirë. Hajde dhe një herë, ja pra. 1, 2, i zhysim. Tani, do të presim derisa ta marrin ngjyrën e artë. Ja pra, po e shihni si ka fillu të skuqet. Dukem fantastike, ha? Ja, po thuaj se i kemi gati. Ja. Do të me ndihmën e pincetës, sepse janë shumë delikate. Ju kam thënë, janë buta brenda dhe krokante jashtë, i rotullojmë, ja kështu. Okej, kanë fillu që të skuqen, do të fillojmë me të parën. Ja, dhe do t'i vendosim, këtu fillimisht ta heqim, hajde, caki prej afër, si duket pra, ja, si duken kroketat, ja, opa, iku një. Ja, shkoj me dytën. Shkoj me dytën. Ja. Shkojmë tani edhe me të tretën. O zot, hajde kamera nga afër. Ja, po e vendosi këtë, po shkumon, si petulla. Ja. O zot, sa mirë po duken, ha? Tani, vaj kemi, po e përsëritim procedurën. Pra, do ta përsëritim vetëm edhe një herë, do t'ju tregoj si ishte. 1, 2, dhe vendoseni vaj. Dhe e fundit. Shtu një pak më prish. Ta provojmë, ha? A bën, sa s'na ka ardhur rovena? Ja pra, shifeni. Keni brenda mozzarellën, ja keni 2 lloje të djatmave. E kemi sweet and chili. Hajtë shohim, apo ngjason shija si në Brazil. A ti kallëzoj diçka shikues, pa modestim. Ma mirë se në Brazil. Më lumë shindurt. Caki, po jap cakit. Hajde caki. Hajde caki. Ja. Hajde caki. Ta ndëgjojmë cakin apo i pëlqen. Cakit kur si pëlqen, 5 pare si jep. Perfekta. Përrebe? Shohemi. Keri me u shkri shikus. Kroketat
me orizi kemi gati, na ka tepru, këtë thash, do t'ja paketoj Rovenës me i marë në Tiranë. Thash, keni të ftuar, edhe 2 ditë jemi në Ramazan, do një enë më të madhe, salcën pikante, të ëmbël pikante e kemi këtu. Kroketat nuk na dalin të mira, dreka, ushqimi nuk na del asnjëherë i mirë, qofse produktet nuk i kemi të mira. Si gjithnjë, me orizin më të mirë italian, Scotti, lumne që i kemi produktet italiane më të mira në vend i gjemë, falë Migrosit pra, Supervivës, i gjeni në gjitha marketet, e përdoni llojin Arborio. Pa humbur kohë, sepse Rovena sas na ka ardhur, unë mendoj që të fillojmë dhe t'i vendosim kroketat në enë. Ja kështu. Në mendimin e pincetës, do ta krijojmë një lule. Shikus. O nuk i keni idenë çfarë arome po vjen. Keti kisha fshiq tash, që shko marrë dhuntë. E peta, që janë fry. Prej pluret, përgatema, prej pecives. Një luk çajit, vogël. Ju lumshin duar kur ta gatuani. Tash pastesër është Ramazan, edhe një ide se si ta filloni iftarin e parë. Edhe do t'jetë një risi kur nëse keni mysafir ditën e parë, t'ja u servoni nga një. Pastaj vazhdoni me të tjerat. E me shpresën që edhe Rovena Dilos do t'i pëlqejnë, sepse i kam thënë të vjen e urritura. Sa e mirë. Erdh. U marrove ti mu. Po erdhi dielli. Dielli takoi hënën. Apo diellin. Apo diellin. O zot, mirë se të gjeta. S'po beso që e kemi këtu Rovenën. Shikon. Prit. E di sa kam dëgjuar për këto? Për këto kroketat? I ke pa në Instagram story? I kam parë dhe... Dhe erdha. Ne themi, më shkoj lënë nga gojë. Të shkoj vëlla, kitë për ty jërë. Ja, shipe. Pa filluar mirë. Shipe. Këtu ka te pru. Do bëm prap? Jo. Ta marrë me vete? Këto do t'jap me vete në Tiranë. Do prishet brumi deri në Tiranë. Prishet është oriz. Vërtet? Orizi me ditë nuk prishet, po e mbajtën temperaturë. Gjithsesi, mund ta quajmë edhe këtë brum, pavarësisht se është bërë me oriz. Sepse orizi është miell. Kemi kroketa klasike nga Brazili, nga Rio. I kam hëngrë ja 3-4 herë atje, vdisja. Thuaj edhe një herë si quhem? Ta dëgjoj. Borinho G Haroba. G Anus. Më duke, ta marrë telefonin, dhe sa të vijun, fol me shikuesit, mirëmëngjesi, po na ndjeki. Mirëmëngjes, uroj që të na ndiqni në këtë të diel të bukur bashkë me Anën, tek Shija e Anës. Unë erdha nga Tirana që t'jem bashkë me ju, edhe me dëshirën e madhe për t'ju kënaqur sot sa më shumë, edhe për t'ju thënë se sa shumë ju dua. E dua shumë Kosovën, edhe gjithmonë kur më ftojnë, vi me vrap. Ja. Jo vetëm për të ngrënë, këtë herë jo vetëm për të ngrënë. Po, atë do këndoj, do këndoj Rovena, se unë s'kam zë. Nuk ta dëgjoj, jo, kam vesh. Kjo është në rëndësi. Profesionin tim është vesh. Je dëgjuese shumë e mirë dhe ke një repertor që dëgjon shumë të mirë. Faleminderit. Fantastik. Po, shumë faleminderit. Shkoj. 1, 2, 3. Bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Hajde, de arroz. Bolinho de arroz. De arroz. De arroz. Bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Do ham pra sot me Rovena Dilon. Këtu kemi një salcë. Chili edhe pikante dhe të ëmbël në. Nuk e di. A ke provu ndonjëherë oriz nga Scotti, produkti italian më i mirë? Kemi një dhuratë më vonë për ty, etj. Faleminderit. Është momenti. Shkojmë pak nga vrapa? Jo, nga vrapa, ja kështu. A hecim? 1, 2, 3. Shikoj, sot me Rovena Dilon, artistën e njohur, të madhen, të kemi pa në ekran, jemi rrit me këngët e tuja, dhe s'po besohet që e këtu. Kam e mërat fekt, shikues. Jam këtu. Të rosh. Jo, roa dhe kjo. Jo, po unë do bi me tu. Si të lejon ti të zbiesh, unë së le kur.
koha për marketing, reklama, publicitet. Dua me fjalët e tuaja që u thua shikuesve mos ndrojnë klan Kosovën, të rinë me shijen e anës. Me një këngë. Me një këngë. Po. Me cilën këngë? Cilën të duash? Jo cilën të duash, ato që i kemi në vena, jo. Diçka shumë pozitive, sa kemi nisë. Se unë duhet të thosha një gjë që ka lidhje me mos largimin. Kam një këngë të re që quhet Meduza dhe unë them, Hajde. si t'ja bëj muzikë shkur, dua të kthej në gur, dua të kthej në teleshikues të Klan Kosovës çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë. Të dashur teleshikues të Klan Kosovës, u rikthyem përsëri në kuzhinën e bukur të shijes së Anës. Kemi një kuzhinë fantastike të re këtë vit. Po unë e kam mendjen ndërkohë te kroketat o Ana, do t'i ham apo? O do t'i ham. Unë nuk duroj dot më. Dua të ham. As unë s'duroj, po shkova ta marrim ujin, e kam ftof ujin shikuesa. Kemi ujin Tepelen, ujin më të mirë shqiptara. Të shija Anës shikues vetëm me produkte më të mira. Si e pas kanë mbyll. Jo, ti e lodh. E hapa gjithsesi. Mirë, okej, të bëf të mira. Të bëf të mira. Faleminderit. Besoj që konsumon ujë. Artistat, ju që këndoni, ujin e keni. Vazhdimisht dhe kur nuk na pijet. Po se hidratohet Roveno. Mirë se na erdhe. Mirë se ju Do ta gjeta. afrosh këtë. Kjo është krejt për ty. Ja, kjo nuk është krejt për mua, se unë nuk mund të marr 5000 kalori. Mirë, ama Edhe të më duhet pastaj një muaj për t'i tretur. Okej. Një muaj. unë e kam provu, Po. duke e gatu. Kemi kroketa klasike nga Brazili. Po. Kemi orizin, kemi dy lloje djathra brenda. Kemi djathin parmezan, kemi mozzarellën, kemi qep të freskëta, kemi majdanoz, kemi gjalpën. Kemi dhe plur për gatim, jo rastisht to janë fry. S'po flas më shumë. Nga pluhuri pra janë fryrë, kaq shumë. Po, pak kam hedh, dhe kemi një salsë, nuk po e zbëroj krejt recetat, më ta shohësh ti në YouTube. Tjetër. Edhe unë do ta zbatoj pastaj. Dhe kemi salsën sweet and chili. Kjo Ta e është ngjysh. pastaj. Patjetër. Hajde, nisja. Shikojës. Do ngelemi pa buskush, Ja ke edhe salvet. na falni. Gjyje mirë, ha, si shpe. Mere salvetën, që mos të... Patjetër. Që mos pikojmë. Po, të lutem. Gjyje mirë. As te xhaketa, as te fundi. Po të zdohash? Da. Presim ty një, se kam provuar. Do t'ja hakam gjitha më duke tana. Unë thash jo, po është një po. Po e madhe. Ja, po e marrë jak. Aq po e marrë që të matë voglën, shikojës, ha? Sa të mira. Të pëlqen? Bravo, Ja, ftoh pak, po. Për atë zot je talent. Kamera, Të kam zili që gatuan veç mire, për zot. të pëlqen? Nuk e bëm për kamerë. Jo. Shiko, unë nuk gatuaj shumë, nuk jam gatu se mirë, po unë jam një ngrënëse. Më e mira që ekziston. E shë sa të buta janë brenda dhe krokant jashtë, kamera, ca ki më dush afer me e pa. Sa e mirë. Ja, pra, kemi majdanozin qepën, do ta ngjym. Hajde. Ja. Dhe po e ham. Ata zjas dorën për dytën? Uja vjen. Si t'ja bëj mosikë shkur, dua të kthej në përditshmëri. Jam krenare që e bëra. Nuk e dita që doja dalë, sepse e ka stresin kamera. Ti pra e provove për herë të parë në Brazil? Jo, për herë të parë këtu. E kërkova atje, po. E provove atje dhe the unë ta marr të recetë me vete. E shkrova emrin, e fotografova me në. Që mos ta harroja. Mua më kishe planifikuar që do t'ja haja unë për herë të parë të provoj. Po, në plazh atje. Këto mund të quhen edhe kroketat për Rovenën. Po, jam për ty. Edhe thash mysafirën që... T'ja ndroj me emrin, Ana, nga burrito diahuja. Po, edhe kam thënë që... Ja, ke hëngrë arancini, apo? Po, sa të po. Më mirë arancini apo kjo? Për mua kjo. Kjo është më e mirë. Sepse arancini në fund e kam bënë emision edhe në miell, misri e tjere. Kjo është 100% orizi, ha? Kemi orizi, nuk na duhet ndonjë material tjetër që nuk ka veshje
atë veshin Jo, që kanë. bravo, është krejt Kjo natyrale. është shumë natyrale, edhe e ndjen sikur kjo edhe nuk të shëndosh të duket, është kaq natyrale. O zot ta ha dhe një. Përbet. Shikus, kene me mu falenderua, ani tash është Ramazani. Qa i thua shikuze me fjallet e tua? Ja, përmes asaj kamere. Aja vlen ta gatuajnë apo jo? Ja, vlen shumë. Unë e di që ne shqiptarët i duam shumë qoftet. Të çdo lloji. Këto kroketat janë si qoftet tona, vetëm nuk kanë mish, po kanë oriz dhe gjithë të gjërat e tjera të mira. Djatra, majdanos, qep të njoma, Dy lloje djatrave. vez, piper, do me thënë, Sa a ke? ka gjëra më të mira se këto? Aja kam qëllu? Unë thashtë Unë bëj italien. pasta shumë dhe risotto, por tash pak me skotin bëjmë diçka tjetër, diçka risi edhe për shikuesit. Faleminderit që zgjodhe këtë recet kaq speciale për mua. Pra dhe nuk zgjodhe një totalisht klasike, sepse po mund të bërë një pjatë klasike apo jo për mua, nga ato me cilat ne jemi mësuar, apo ti nuk bën kurrë. Jo, s'kam bë mua ti, por kam vendos nga epizoda e dytë, sepse edhe dytë kemi në Ramazan, dhe ne e dashurojmë tradicionalin. Dhe mendoj që edhe ata njerëz që janë shumë të zënë me punë Po. dhe hajnë çdo ditë pjata italiane dhe të ndryshme jashtë, ata do ta mbajnë Ramazanin dhe me familjet e tyra do të degustojnë, do të hajnë tradicionalin, ushqimin e shtëpisë. Dhe kam menduar që pas kësaj epizode, kjo le të jetë një snack, një kafshat, po. një starter, një hyrse Po. për Ramazan, pastaj të shkojmë me tradicionalin, sepse rove tradicionalin e Nuk çaj. ka, nuk ka. E çaj. Kështu se e Me gatuam ti. buk, gjys buke me një pijatë gjella. Vetëm gjymë. Ti kujdeses shumë, sepse më tha, o jo, në thamë ke bo oriz do shëndoshën, po nuk shëndoshesh. Jo, nuk e kisha te orizi, kisha te vaj që pinë. Ha. Nuk e kisha fare unë orizin, Po si me puna gjithë shëndosh. petullave, Po. naj, herë e bën, apo kupton? U zhytën në vaj, apo jo? Patjetër. Çfarë vaj? Kom po me vaj lule djelli. Në emision më përdori vetëm vajnë monini, vajnë më të mirë ekstra të virgjër, mirë po Por? kroketat këto duheshin me këtë lloj vaj, do me thënë me lule Si djelli. patatet, që Si duan puna e vetëm vaj, patateve po. ashtu, për atë arsye. Do e ham edhe një? Ha? Hajde e ham. Sa hëngre ti? Unë kam hangër 4, kam hangër dhe një më herë. Vërtet? Kështu që merre, po, pastaj ka edhe për kameramanët, pa meraj. Hajde. E fundit. Mëkati i fundit. Jo në gjyë. Një herë kështu, Ah. putet, merr shumë tani. Një formulë Okej. alla Rovena. Hajde. Përbes. Nuk të ngopin. E vërtet, nuk të Janë kaq natyra, mbushin. nuk të mbushin. O jam kënaq, lloj starteri. Imagjino hangra karkaleca me salcë të mangos dhe passion fruit, se kisha provu asnjëherë atë kombinim. Kam qenë vendin tropikal dhe kam Sa bukur. hangër lloj ushqimi, po nuk u shëndosha, shumë interesant. Ushqimi? Jo, Natyral, nuk pra. u shëndosh. Po pra, po. Shikoj zgëzuar me ujë, Gëzuar. sepse unë kur vi në emision harroj me pi ujë edhe hy kështu duke qenë këtë e thome. Noft ujë, unë pi shumë Si ujë. ka mundësi ti harron ujin? Në Këtu. emision harron. Am vetur, po nuk pata ujë, me një shkoj blej në dyqan dhe fuci në makinë. Tregon Nuk që ka do bo- shumë të gjë. E do, e do. Prandaj harron dhe ujin. Pyetja e fundit, sepse kemi shumë pyetje më vonë. Okej. Do të flasim, do të lëmë që të hash në rehati. Shikuesit po na shohin dhe po pyesin se a je e mirë ka kuzhina. Me hangër po dish, ha? Kështu Di që shumë bravo, mirë. Adina. Nuk jam dhe kaq e mirë. Sepse kam patur gjithmonë një gjyshe dhe një mama që më kanë gatuar shumë mirë dhe si duket më kanë bërë më kanë kthyer në një dembele të vërtet. Po unë jam e lumtur që jam hamse e mirë. E ushqimi ju i preferuar? Ushqimet e shtëpisë. Çfarë bën mami për mua janë më të mira. Qa, hajde një me emër, ndoshta e dim. Po çfarë grosha, O, e urrej. thjerza, Bravo, okej. bizele me mish me karrota. Okej. Patate në furr me pul ose me zot. mish derri ndonjëherë i bën ka pas bërë mami, po tani bën më shumë me viçi, e kemi hequr për shkak edhe të moshës që fillojmë dhe rritemi dhe nuk na bën shumë mirë. Çfarë tjetra? Lakër me mish, viçi unë vdes. Vdes Ke lakër me mish hangër viçi. byrek me lakër? Pastaj byrekët unë i ha të gjithë. Po më the byrek, më ke thënë Roven. A rriri, Vdes shumë për byrek. Shko, ne brumrat i duam. Brumrat na E do shëndoshin. flin?
Shumë. Nesër do ham fli. Okej. Sepse Rovena ka me flajt sot shikusa, te hoteli më i mirë në Prishtinë. Merkuri. Ja, po. Ke flajt aty një natë më herë. Po. Do flesh prap sot. Ka pëlqyer ai hotel? Ta përmendim? Pse jo? Unë kam fjetur një herë tek Merkuri Hotel. Jam kënaqur me çdo detaj. Dhe jam shumë e lumtur që sot do flë përsëri tek Merkuri Hoteli, do të gdhihem atje. Plus e ka marrë edhe mamin, shikus. Po ka marrë edhe mamin. Dhe matje kur erdhëm, s'kemi fjetur ende, pim nga një macchiato të gjatë, të madhe, dhe na ka shijuar kaq shumë dash mami, do provosh macchiato tani në Prishtinë, po sidomos te Merkuri. Edhe mami tha, shumë i mirë Rovi tha. E shikoni tash që duhet të vije këtu sikur vetëm për macchiato. Nesër duhet të takoj mamin. Patjetër. Edhe mamin, edhe do t'ju blej fli. Jo ti hani këtu, fli do t'i merr Ti në marri me Tiranë. vete dhe Po do të hani atje. shtojmë dhe ca kile të tjera në Tiranë. Ka knaci Rovi. Kile nga Ana. Po Ani, pse jo? Kjo në kile knacie. Kjo është krejt dashni, ë? Ku ka se Sepse- ushqime? Po. Do t'ju Nuk lëm ka. Cakin, ha? Se caki shikus nuk ka ardhur sot vetë, sot e ka edhe djalin atje, krat majt, ha? Edhe ai po merr shkollën të Po, sigurisht. Po pra, do të hanë edhe ata tash kroketa, jafrë shikues kanë ngel 3, i kemi për cakin edhe djalin e cakit. Që po të emrin të harrova? Reise, më kujtu, ha? Reisen. Reis, sa vjet i ki bo? 17 vjet, ha? Reisi edhe Caki, Bob e Bir, do të hanë kroketa, deri sa të shkojmë me marketing shikues, mos ndroni kanalin, që ndroni me Shijen e Anës, që ndroni me Klan Kosovën, knatësi që artistën e madhe, halos më beso që e kam këtu Rovena, je djeli sot me Rovë, Jam këtu. je këtu, knatësi. Jam i gjallë dhe jam në jetë, jam në dritë. Se di sa komente kanë. Do të bëj shumë pyetje, do të realizojmë intervistë. Inshallah janë të pyetje që marrin përgjigje. Është pikante, Rove, je pikante. Hajde po t'ale prap marketingun se po t'ka hije. Patjetër. Hajde me publik, si të duash? Kemi marketing? Çfarë do të bësh për marketing në moment? Këdo, kë produkt? Po më pëlqen. Atëherë, po e nisi me ujin të pelen, ujin më të mirë shqiptar. Patjetër. Pastaj produktet italiane, Scottin Orizin, sepse me të kemi hangër këtë, që thuaj shikuzve që kur të kryet Janë të mira vërtet. ta blejnë Orizin më të mirë, ta gatuajnë këtë kroket, sepse është ditë e diel, dhe kjo ishte një ide se çfarë gatuajnë sot. Me fjalën e unë po largohem, po të lë vetë ty dhe kthehemi pas. Jo, po ti i the. Haj. Ti i the, çfarë ishte më e mira? Orizi Scotti, ujit e Pelena, pa këto, nuk jetohet. Jetohet. Po jetohet më mirë. Shikues, u rikthyem nga marketingu se më iku zëri. Nuk di pse, po si do që tjetë që rnoft ujë të Pelena afër vetes, ishte marketing i pastër, e meriton, sepse pa të Pelenën, pa Ciao Berton, pa Franken, pa Migrosin, Moninin, Scottin, ky emision nuk do të ishte i mundur Rovena Dilën. Dhe Rovena Dilën nuk do ta kishim këtu sot. Pipa ku i shikues, më falni. Faleminderit që jeni me Shijen e Anës. Krejt ju që sa po jeni zgju, nuk e keni arrit tash një recetën, sot kemi pas kroketa klasike braziliane, Borinho de Arroz, se harrova. Shumë mirë. Dhe Rovena ka hangër, kemi hangër krejt vëlla jemi kënaqa, kjo u friksu, riz, ko mu trash, po... Kishë ngrënë një Na aq. ditë e natë hajna në Kosovë riz. Po. Dhe aja me trashun. Jo, edhe ne ham Më shumë keq oriz. se unë që ha, ti nuk e ke ide sa keq ha unë. Unë mund ha gjysën e ditës mos ta, dhe pastaj Gjysmën tjetër? katastrofë ha. Se kam disa fjalë për ty, tani të kthem të publiku. Po, patjetër. Shikues, ja pra kemi edhe Cakin këtu, po shkojmë me atë kamerë. Me të vërtet kam kënaqësinë që sot tek Shijanës po e nisim realisht epizodën e parë për këtë sezon 2026-s. Rovena Dilën, unë kam shumë gjan, shumë për zemën, me shumë emocion dhe dashni. Unë e kam një koment gjithmonë e them të Shijanës, nuk ftoj të ftuar të cilat nuk i kam për zemër, sepse gatimi është dashni. Dhe thonë që kur gatuam për dikë, e gatun se e dën me dashni. Se mi mori syt kjo pas na haru krejt, tani po na sheh publiku dhe do të ta bëj gati, na falni, do të ta bëj gati për Për në Tiranë. Po, pra. Do bëj dhe ca petulla të tjerë në Tiranë. Po, ti tani me kuzhinë katastrofike punë,
Po, me rëndësi, unë ta kam bë gati. Faleminderit. Dhe këtë do ta marrësh pastaj, se thot publiku, ana nuk e ka Harroj, ose nuk ja bërë, ana nuk jo. harron. Ana nuk harron. Faleminderit që ke bë kilometra, nuk ke ardhur vet, e ke marrë edhe mamin. Mamin e kemi në Mërkur, e përshëndesim Hotel Mërkurin. Unë ende s'kam flejt në Mërkur, kam realizu disa herë ca foto, po e di që gjithë të ftuarit që shkojnë edhe flejnë atje, kënaqen shumë. E rekomandoj për gjithë ata që vinë në Prishtinë. Tani, Urdhëro. si të kemi? Shumë mirë. Si keni zvitin? Shumë mirë. Me thënë vërtetën, vitin e kam nisë tek Zhardoni në Prishtinë. Na e vërtet, harova. Do me thënë 1 janari për muaj 2026 ka nisur në Kosovë dhe ka nisur pikërisht në Prishtinë. Pastaj dita e dytë ishte në Gjakov. Do me thënë më bukur se kaq, unë mendoj që nuk ka. E vërtet. Nuk dhe ka. Ja, erdhe me këmbë të mbarë, dhe të kapa unë i thash, të kam shumë gjanë, kam dëshirë të kem dhe ja ku jemi. E vlerësoj shumë që ke bë kilometra, sepse lutem. ke vozit vet, i bie 2 ditë, ti minusosh andej dhe të vish këtu, unë pa humbur kohë, dua të nis me njerë intervistën me ty, për ty, shikuesit po na shohin. E ke thënë qindra herë në për emisione të ndryshme, po mu personalisht po më intereson. Si u zbulua talenti Rovena Dilos? Paraqitja e parë 1993, po kush të zbuloi? Do njerë ndodhë që ka talente, po familja nuk përkra. E më çfarë këngëtare? Sidomos në atë kohën, kur ka qenë koha e tranzicionit në Shqipëri, vitet e 90-ta, në 93-ën ti do dilshe në para publikut. Atëherë, duhet një natë i gjatë dhimbri që unë të tregoj se nga vize çfarë prejardhje kam. Por unë jam një familje patriotësh, rilinda si shqiptar. Unë kam 2 stërgjyshër, Ilia Dilo Sheperi, që është shkruesi i parë i sintaksës shqipe, dhe nga mamaja Halit Bej Bërzeshta Vreto, farmacisti i sultanit të fundit dhe një krijuesi ose themelusi i Komitetit të Manastirit për Qytetet e Armatosura, që ka qenë që është dënuar dhe nga vetë sultani me vdekje sepse ishte patriot dhe përkrahte çështjen shqiptare. Unë vi nga ky background i largët dhe familja ime gjithmonë është edukuar që të doj kulturën, shkollimin, dijen dhe të bukurën patjetër. Dhe kur një pinjolle e familjes si unë këndon që 2-3 vjeç, nuk ka askush nga ata që të mos më përkrahi. Sepse kënga është një fat i madh. Lum ata që kuptojnë çfarë është arti. Se arti ka shumë zhanre, kuptohet. Por muzika është një nga zhanret. Dhe muzika vet ka shumë degëzime, instrumenti, kompozimi, të kënduar vokali njerëzor, etj. Dhe kur ti jepesh dhe lind me njërin nga këto dhunti, si mund mos të përkrahi familja? Ban me në këngën, s'po thëmë të parë, kur e ke këndu ke qenë shumë e vogël, për për të parave, e mbaj mend. Të na e këndosh? Këngën e parë që unë kam kënduar e vogël fare, ka qenë këngët Vajzë me kaçurela. Kënga e Avni Mulës, duke qenë se unë shoh një fëmijë me kaçurela, gjysmë të verdha, unë më ngjisnin dikush, sigurisht të dukesha, edhe unë këndoja. I thash se mu doj qani, o vajzë me kaçurela, pa kujti partizanit, të lutem nga Bucela. Ajo nuk tha një fjale, ujë freskët rodhi, etj. O zos, o beso që je këtu. Kjo është kënga e pare imja, mund ta kem kënduar, ndoshta 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç. Pra unë e mbaj në këngën time të parë dhe e kam kënduar për një fat, do më thënë, jo ironit fatit, po një fat të fatit, në këngët e shekullit që u bën për herë të parë në 2005-ën. Më falë, të ka thënë dikush që duke shumë hynore kur këndon? Tani kur këndove ishte si ai engjëll dhe krahët të mungonin. Faleminderit. Kështu në këtë mënyrë ma ke thënë ti. Po ta ka thënë dikush tjetër, jo? Ma thonë, shpesh që ke zë, po më thonë fjalë të bukura. Shiko, janë shumë të mirë dashamirësit dhe fansat, e ti quajmë fansa. Unë them adhuruesit, dashamirësit, miqtë e mi. Dashamirët e muzikës Dashamirët e muzikës time janë shumë të mirë dhe më thonë gjëra kaq të bukura, sa që ndonjëherë pickoj veten që realisht e meritoj, aq të bukura janë ndonjëherë fjalët. Tu kemi një orë të zallit. A sa bukur. Shija në prill mbush 4 vite, për hajër shikues. Ende nuk është thysh që. Gjithmonë i pyes shikuesit, gjithmonë i pyes të ftuarit, kur e shihni këtë orë të zallit,
Si të bën të ndjehesh? Çka thot kjo rezultit për ty? Ajo thot gjëra të trishtuash, por dhe shumë bukura. Sepse në qoftë se ajo nuk ecën, ajo nuk rrjedh, ne nuk jetojmë gjëra të bukura dot. Sa e bukur kjo. Po se po nuk eci, po të ngeci ajo nuk je më. Kështu që ne të jemi, ne të ekzistojmë, ne të shijojmë jetën, gjërat e bukura, këtë moment të dyja bashk, momentin bas këtij xhirimi etj, ajo duhet të rrjedhi. Po nuk rrodhi, nuk ka asgjë të bukur më. Shikues, e di çka po mendoni, ha? Ata po më shiqojnë edhe sigurisht po thonë, on, t'lut na shtine me këndu këngën për një çast. Më ndali zemra. Si shet ti, viti 2001, ti së bashku me Pirro Qakon, artistin tjetër të çmuar, do të dilnit në skenë në vitin 2001 dhe mund të them që kjo është, po morëm 100 këngë të shqipe që futen të shekullit apo në Fondin e hartë, apo artë. nuk dit, që ato nuk dalin nga ajo kornizë, unë lirisht fus këtë këngë. Po, e thonë shumë dhe mua më bëhet shumë qefi sepse është krijuar le të themi një gur. Ato gurët e themelit që shënojnë historinë e këngës, kemi krijuar një gur bashkë me Pirrën. E kemi krijuar në radhë të parë, unë them, është interpretimi jonë, sepse melodi ka plot, po duhet që melodia dhe zërat e njerëzve të jenë hyjnor, të jenë në momentin e dur, të përputhen kaq fort dhe kaq mirë, me gjithçka, me melodinë, me fjalët, me interpretimin, me prezencën e tyre, me sytë e tyre, me energjinë që ata japin, që mund të krijohet një hit kaq i madh. Dhe e dëgjojmë, shikuesit po vdesin bashkë me mua. Ëndra gjumin ma këputi e më zgjoj, mbi nën kres të ndjeva frymën, ku je ti, puthjet ende janë të nxehta, s'na i fto do t'largësia, e ja, mos u fshi, vetëm në ëndra. Unë dhe ti, lusnim natën që dhe pak të zgjaste, të mos kish agim, edhe t'jeli fare të mos linte, vetëm unë e ti. Lusnim natën që pa fund të zgjaste, të mos kish mbarim, edhe dielli atë ditë të shuhej, ndarje të mos kish, nëse mira kilometra sot na ndaj. Mos më thuaj humbi dashuria, më të madhe bën largësia, eja zemrën e të ti përcjeli, si diku. Kur isha e vogël, dhe isha qysh si mbajmë mësimet, mend qysh i mbajmë këngët. Këngët nguliten atë shumë, po nuk i dëgjova edhe 20 vite, kur e lëshon e din. Çfarë është kënga? Kënga është jetë. Unë mendoj që mos të ekzistonte kënga, jeta nuk do t'ishte kaq e bukur. Babai im e ka thënë një koment, para 2 viteve isha në koncertin e 30 vjetorit të madhit Andrea Bocellit, dhe po i tregoja tash babai ku më shku në fund Andrea Bocelli. Edhe Malshoja ka një interpretim me Pavarotin, me të vërtetë Andrea Bocelli pranë Pavarotit duket si një mos e themi vogël, po, një miz ta themi. Sepse Pavaroti ishte Pavaroti. Por dhe Andrea Bocelli për stilin që ka, është unik dhe shumë hynora, ashtu. Edhe babi tha, shkenca më e bukur që ka krijuar njerëzimi është muzika. Kështu që them, mos ta kishim muzikën, mos të kishim ty dhe shumë të tjerë, do të ishte bajat. Edhe kjo emision nuk do të ishte i bukur. Qose do kishim pak këngë. Ashtu. Unë mendoj që muzika është vetë shpirti. Nëse zbërthejmë çfarë është harmonia, do kemi zbërthyer, ka thënë një filozof amerikan, se çfarë është shpirti. Po zbërthyem dot. Po askush nuk e kupton të çfarë është harmonia. Çfarë janë këto nota të vendosura kaq bukur që ne na bëjnë të qajmë, të qeshim, të lumturojmë, të ecim përpara, të kalojmë probleme, nuk e di. Kjo është muzika. Tani, kam një dhuratë. Kam një dhuratë për ty. Wow. Ujin të pelen që po e pim, na vjen nga Argo Grupi dhe këtu kam 2 sirtana, sa kuzhinë e bukur është Shumë e bukur. Dhe ata të kam dhuruar. Ta gëzosh, Ana, ta mbash sa më gjatë të kuzhinë. Faleminderit. Unë i ndroj kuzhina. Me gjithë ke për ta ndruar dhe unë atë po mendoj. Ty të pëlqen, po të ta ndrosh. Këtu kemi një dhuratë nga Argo Grupi, kemi një roze, edhe me elegancën që jeti të shkon rozeja. Ta marrësh të në Tiranë. Faleminderit.
Tani, kam 2 lloje të lanxheve. Kemi nga Santalli, kemi shegën dhe kemi boronicën. Cila për ty? Boronica më pëlqen më Edhe shumë. mua më pëlqen boronica, valla. Ja, që mos na shkoj biseda vetëm me ujë. Vetëm me ujë, Ja, ja. kemi Santallin. Të marrë një gotë. Qa gotë e do? Ato duhet Do këto? 4, po. Hajde. Ja, shumë bukura. Ja, Nuk kontrast. do shkojnë fort, po. Ha? Jo, s'ka Shkojnë, lidhje. ha? S'ka, shkojnë. Ha, se harova, shikues. Po, dhe ra. Na kanë ardhur pyetje nga publiku. Tani un kam shumë pyetje, po do t'i dedikojmë kohë publikut. A e mirë? Po provoj. Prandaj e provova. Shikues, Shumë e mirë. shije së anës këtë sezon i bashkohet edhe Santalli. Santalli është një pije jo e panjohur për ne. Kushdo që e ka pinë, o çfarë po i vjen Po boronicës. Santalli shumë. Santalli është shumë i njohur, Shumë cilësore. shumë cilësore je, edhe na bëf të mira, pas na nevoj për pak sheqer. Po. Tani e kuptova. Tani e kuptova që kroketat ishin të mrekullueshme, pasi piva pak gjë të ëmbël. Apo? Sepse kështu shijon. Kur ha diçka të mirë, Si e shtrydhur duket, ha? Çfarë shije? Nuk ka shikues sheqer të shtuar. Santalisht. Një nga pijet më të mira. Do shkoj me publiku pyet, ha? E falenderoj publikun që ka qenë fantastik, s'kan faj, sepse je mrekullueshme, edhe u bëfsh 100. Faleminderit. U bëfsh 100. Si ka mundësi që mënyrën si performon të jep ndjesinë sikur po e përjeton vërtet atë që këndon? Po unë e përjetoj vërtet. Kushdo që ka pyetur, nëse unë nuk do ta përjetoja, i them zonjës ose zotrisë që ka pyetur, ju nuk do ta shijonit, ju nuk do ta ndjenit, ju nuk do të më ndjenit. Nëse unë shtirem, nëse artisti shtiret, publiku e kupton. Në mos herën e parë ose jo të dytën ose të tretë, do ta kuptojnë në herën e 5 dhe të 6. Pra, publiku është ai që të përjashton. E vërtet. Cila është kënga e preferuar e Rovenës, të cilën e ka kënduar ajo? Kënga që unë preferoj më shumë se të gjitha të tjera, dhe se ajo që preferon të gjithë ju, është dorëzohem. O, ma murmenja. Mos e këndo, se e ka shkru dikush ta këndosh, pas ta e këndoje. Po. Po unë ta bëj 9 pyetje, pse dorëzohem? Krijon shumë emocion? Krijon shumë emocion dhe atëherë Endrisinën nuk e njohin shumë njerëz. Endrisina është një nga pedagogët dhe harmonisti më i mirë shqiptar. Është fundament. Është një muzikant i një kalibri europian, jo shqiptar. Endrisina mund të krijonte, do të thënë vetëm ai mund të krijonte një këngë pa kohë. Dhe mua më kanë thënë të huaj për atë këngë, jo vetëm shqiptar që e duan dhe ka fansa të jashtëzakonshëm, dorëzohem. Dorëzohem është një këngë që gjithmonë vajzat e reja e dinë për shembull, dhe mësojnë. Unë e këndoj dhe unë shoh 20 vjeçare që i din fjalët. Pra është një këngë që gjithmonë do të ketë fanse vajza. Po, edhe unë, kur nxora pyetjen, çfarë do ta pyesni, futa këngën, dorëzohem. Dhe dorëzohem është një këngë, do ta them edhe një herë, që nuk plaket kurrë, që do jetë gjithmonë vajzë. Për një çast do të rritet, do të jetë gjithmonë e bukur, klasik. Kurse ajo është gjithmonë shumë është avangard. Dorëzohem është avangardizëm. Duke qenë klasike, duke qenë një gjë që nuk lëviz. Me zis po pras me dëgjuar sikur. A ka ndonjë lidhje familjare pasi që është ngjashmëria kaq e madhe me Monika Bellucci? Shiko çfarë ndodh, ua çfarë çudie. Në jetën time më ka qelluar të më krahasojnë me personazhe të ndryshme të njohur. Po. Sigurisht, prej ta themi që jam një femër e pashme, mirë po për herë të parë, e di kur ma kanë thënë këtë në Turqinë që ne e duam shumë dhe na pëlqen atë Istanbul, po. Më trukon në një, nuk e di, do ta njohësh vendin Kanjon, është një mall i madh i bukur. Më trukon një djalë. Ai më duket ishte travestit. Po make-up artist i jashtëzakonshëm. Ai ishte, nuk e di. Dhe ai i thot shoqes time me cilën isha, që dinte shumë mirë turqisht, se ja thot turqisht. Tha ti e di ku ti ngjan kjo, tha, unë se kisha menduar ndonjëherë. Ai tha po thuaj, kjo tha ai, që unë s'jam dakord, kjo tha ai është tamam si Monika Bellucci. Unë vetëm Monika Bellucci ndëgjova. Ndërkohë që unë nuk mendoj që jam, ai tha, kjo është tamam si ajo. A thashun, Faleminderit për kompliment. Faleminderit, i thash atij atëherë, po tani kjo vajza që e thot, vajzë Se di ma është vajza, se di kam harru çka është, po kam thënë ja se di. Faleminderit që më krahason me një nga femrat më të bukura italiane. Të falenderoj shumë. Ja. Erdhi, dorëzohem.
A mundet me na këndu një strofë të këngës Dorzohem, me ka fut në thojza. Po, pa tjetër. Nuk do në të refrenin, në? Një strofë, Një vendose strofë, ti. thot. Jo, vendose ti, s'ka lidhje. Atere, Këtë duhet. unë do të këndoj brigjin që është fjala dorzohem, Okej. do t'i këndoj. Hajde. Dorzohem para teje, pa një kusht, pa fjalët që veç ti mi thua, pa gjërat që ti bën për mu, s'mund të jem, e lirë pa ty si mund të jem, lirin pa ty përse ta kem. O, zë. Hajde, do Të tjerë t'i kanë zëna, vetëm me të pjonë. A, s'ka lidhje. Kush është qasja me spektakleve, skenave dhe tashmë pjese e eventeve në për lokale? Në për lokale ke mundësi të këndosh shumë këngë. Në spektakl të këndosh një këngë. Dhe brenda një 3 minutëshi, ndonjëherë ti nuk je përgatitur ashtu si çdo të japësh emocionin që pret publiku. Po. Kur ti je në një lokal, publiku sigurisht është shumë më i vogël, është më i kufizuar. Por ti ke kohë të këndosh shumë këngë të ndryshme. Dhe emocionet janë të ndryshme dhe ti bëhesh një me publikun dhe e ke shumë të thjeshtë ta transmetosh emocionin. Kjo është e përbashkëta, qefi është gjithmonë shumë i madh i të kënduarit. Por kur ti je në një live që zgjat 1 orë, 1 orë e gjysmë, 2 orë, ti ke mundësi të shpalosësh atë gamën emocionale shumë më bukur. E për ty cilat kënaqesh më shumë nga këto trija? Nga të dyja ose nga të trija? E di që nuk di ta them se cila më kënaq më shumë. Ndoshta se cila nga ato të kënaq në një mënyrë, edhe ato përbëjnë të gjitha, plotësojnë një puzzle dhe bëhen një. Nuk e kam pak të vështirë të zgjedh. Okej. A do të mbash ndonjë koncert solistik në Prishtinë? Një koncert solistik në Prishtinë do kisha një qef shumë të madh, po shumë të madh ta mbaja. Por është një iniciativë, është një nisëm që nuk duhet bëhet vetëm, duhet ketë një nismëtar nga Prishtina, sepse koncertet kanë shpenzime të mëdha dhe këngëtari duhet jetë ai që, le të themi, mbart pjesën artistike, nuk mund të mbarti dhe pjesët e tjera të ndërtimit të një koncerti. Ky është problemi vetëm. Por je ena, po? Se si dihet? Unë dua shumë dhe do ta bëja me kënaqësinë më të madhe. Me shumë dashuri, shpirt, qef. Nuk kam pyetje. E ky është një zotëri në moshë. Po, ta dëgjojmë. Nuk kam pyetje, por mund të them se është një këngëtare me vlera dhe ka një stil të veçantë, ka një qëndrim dhe fytyrë pozitive dhe serioze. Edhe këngët i ka më ndryshe se sa kolegët e saj. Wow. Të përshëndet, respekt. O Zot. Kjo ishte një kompliment shumë i madh. E kishe shkruar në letër? Ti e ke shkruar në letër? Unë i kam shkruajt në letër, po zotnia ka shkruar. Unë këtë do ta doja, ta merja me vete. Do ta jap. Faleminderit. Ja, më njëherë po ta jap. Faleminderit shumë. Dhe kemi një të fundit këtu. Wow, Nëse është e para sa fundit, qef. se na ka ardhur një në Viber pak më herët shikues. Po. E preferuara ime si mjeshtre e këngës së vërtet. Wow. Unë më duket do t'i Gjitha do t'i do jap. t'i marrësh. Po, ti çoj edhe elektronike po Po, deshe. elektronike shumë bukur. Tani na erdhi pak më herët kur përfunduam ushqimin. Po. Sepse i tregova babit që keme ardhur po. edhe ai të vlerësonte shumë. Neve babi na ka edukuar në shtëpi me... A mund t'i dërgoj një përqafim dhe një Po. puthje babit? Ja. Tani, Kamerën e ka. Okej, babi Janës, faleminderit që ke bërë një gocë kaq të mirë, edhe sigurisht unë e kuptoj kush je ti prej Anës. Të përqafoj dhe të puth. Shumë faleminderit. Ai thot shumë pak më kin gjo, po hajt. Me vërtet. Po. Babi është shumë kërkues. S'ka të Gjithmonë ka vlerësoj qenë. unë Ana. Po ai na ka rit me muzikë të mirë fill si shqipesit hua, jemi rit me San Remon, me festivalin e TVSH-s, RTS-s, shumë. Më duket sikur e njoh. Tani ai
Nuk di, ai e ka ditë edhe e dinte se ti ke jetu një kohë në Greqi. Po. Dhe pyetjen e ka shkruar kështu. Ta them pyetje ose koment, realisht është koment. Po. Edhe pyetje. Po. Gjatë qëndrimit në Greqi, a është marrë me muzikë, ndoshta në dasma, fejesa 3 pika. 3 pika përsëri, ka këndu 3 pika. Po. Atëherë, unë në Greqi nisa të këndoj. Mirë filltazi. Unë Greqia për mua ishte shkolla e parë më e madhe. Unë kam kënduar në Greqi 8 vjetë. Sigurisht me shkëputje të vogla, sepse unë vija në Tiranë për festivale, në eventet mëdha që më ftonin, por Greqia ishte lajfi. Në zakonisht ishte çdo natë, 6 herë në javë ne këndonim. Në kohën kur unë kam qenë në Greqi, Greqia ka patur pikun e saj të mirëqenies ekonomike, pra të një ngritjeje ekonomike. Dhe çdo natë kishte lajfe në të gjitha qytetet. Unë kam jetuar në Kavalla dhe gjithçka që rrethonte Kavallën, unë këndoja sepse të merrnin me sezone. Kavalla është afër Selanikut? Po. Sa është larg? 1 orë? Një orë e çerek me makinë. 1 orë e 15 minuta. 1 orë e 15 minuta. Dhe unë asnjëherë nuk i bëja pushim, sepse gjithmonë më kontaktonin si thua buzuqi i radhës, ose pabi i radhës, ose buati i radhës. Gjithmonë unë isha si me thënë, e prenotuar. Baron të 3 mujor i verës, ose 3 muaj e gjysmë, fillon të dimri që ishte sigurisht më i gjatë 7 muaj. Dhe unë gjithmonë isha në këtë, do me thënë, angazhimin e pa ndërprer dhe shumë të gjatë, dhe me një repertor dhe me muzikant profesionist të jashtëzakonshëm që unë sot jo, muzikantët nuk njihen këtu, ata ishin po një emër dua të them, sa. Po unë muzikant jo, po unë do të them personazhe që kam kënduar. Për shembull, unë kam kënduar me Nikos Kurkulis 3 sezone vere, sepse Nikos Kurkulis është nga Kavalla. Okay. Dhe kam kënduar me të 3 sezone vere. Kam kënduar me flet mira. E flas mirë, e këndoj më mirë. Hajde, çfarë do na këndosh? Po, çfarë doni ju? U liberalizu Kosova me viza, ti nuk e din, është shpërthy Selaniku. Unë një pyetje do t'ju bëj. Mua më thanë, mos këndo këngë greke në Kosovë kur të shkosh. Është e vërtet që e urrejnë kaq shumë Greqinë? Nuk mendoj që grekët i urrejnë kosovarët. Jo, i urrejnë, përderisa unë kam shoqëri, të cilëve pa arsye u refuzonin vizën. Shkonin paguanin 120-30 euro. Kam shoqën time. Në ambasadën këtu? Në Prishtinë, po. Që asaja e tani nuk jeton, këtu jeton në Australi, por nuk ju bë kur që ta shihte Selanikun, sepse kur e refuzuan dhe u dogjën lekët, 130-20 euro, ti thash, hajti thash se provon edhe një herë. Jo, tha asnjë herë, e kryva ata me Greqinë. Edhe unë them që grekët po ta dinin sa shumë kemi dëshirë të shkojmë në Greqi, do duhem ma herët na i hiqim fare vizat. Po ju tani shkoni shumë, kanë thënë. Tani shumë, Selanik, s'ke pse shkojmë krejt Kosovën e vërtet. Po, ka fillu Kosova që të sjell edhe muzikant nga Greqia, këtu ka një pjesë që nuk dëgjojnë fare. Kjo do t'i lidhi shumë popujt. Kjo do na këndosh, diçka buzuki. Po çfarë doni? Kishim kthy pjata po më dhimbën. Edhe në Greqi kom leba edhe Po do të këndoj pak Aleksiu. Hajde ska. Zilja mu, me sena i kardia mu i ne zodani, mila mu, mila. Ose Sinora i agapi dhe gnorisi. Unë po këndoj këngëtarët e mëdha, jo këto komercialet. Po këndoj Marinelen, Aleksiun. Sinora i agapi dhe gnorisi, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσιος σου μ' αγγίζει και εγώ ρίγω. Marinela. Tjerë. Ose Anavisi për shumë që e njihni. Hajde Anavisin, hajde. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Sa bukura o zot. Kam bërë para një vit e gjysë të shia anës gati 2 vite, Xhaxhike e bëra më mirë se në Greqia. Qa Xhaxhike e kisha ardit stafën muzikanti i njohur me tela edhe aj me buzukon e ti e qau. Ishte një epizod spektakl. Në Xhaxhike më i mirë në botë, që është bërë ndonjëherë. Një këngë që ti e këndon në evente të ndryshme, jo e jotja, do një artistit të njohur shqiptar që e ndjen shumë si këngë. Sepse secili artist ndjen një artist.
Ka shumë që këndoj. Kush të emocionon që nuk e shkëput nga Tani të po flet për këngë qytetare, po flet për këngë moderne, apo po flet për këngë thjesht popullore? Përgjithsi, ti. Ka shumë këngë, se unë në repertorin Na e thuaj një që e ke kështu himn. Po unë kam që e këndoj në për live, Po. për shembull, është valsi lumturisë. Është kur ti je mërzitur shumë. Cilën do e këndoj valsin e lumturisë? Po, a vjen këtu, sepse jemi në fund intervistës. Po patjetër, se është valsi i lumturisë. Hajde. Pra lumturia e shijes së anës, mund ta themi në shumë forma. Ja, ise kan. Ja, futo. Po do ta këndojmë? Po Të dyja. Apo ti dhe që s'këndoj, jo? Ca kja jemi mirë, apo... Knajsi, kur dëgjoj valsin ton, në këtë pranver, a i sërish po nafton, të valzojmë si atëher, bashk me pranverën dhe ti lulzon, lullet ploter që në shpirt më gjallërojnë. Vals, o vals, ti e hon, në më të bukrin a dhe unë tonë, fushat gjana përshkon, ku thërret jetë e re. Ju dua, ju përshëndesh. Jo, alo su kryo emisione, po la e tjerë, ka dhe shumë këngë të tjera. E mashtrova shiku, thua, më në që kryo, jo, ka reklama. Ti edhe njëherë kime këndoha. Ua, shfar. Mi, pa ishte mashtrimi ëmbël, kënë së që quet kë? Ke knotë shikus, më ishe mjaftu në flasë. Edhe sa njerin, thot, unë kur e hap të emisionin, pak ma shkurt, bre, ma shkurt. Po thëmë, ku ma shkurt? Gjitha ta bashkëpuntore. Ebe je rjedhshme. Këtë ke nga Monini, ke produktet, ke skotin, ke tigulion, ke pastat, ke vajnë. Ua sa dhurata sotun. I meritoj, thua. Kur të shkosh Tiran, futu aty në YouTube, të shianës. Faleminderit Monini, jeni një nga prodhuesit më të mirë dhe më të cilësor. Nuk e them unë, e thonë të gjithë. Do ta mbyllim bashkë emisionin. Si të duash. Ne do bëjmë çfarë të duaj Ana. Sot është dita e Anës dhe e Rovit. Do të shkojmë me reklama. Shikues, do të kthehemi shumë shpejt, do ta mbyllim emisionin bashkë me ty në këtë kuzhinë të re. Të pëlqeu perdja? Shumë. Dhe unë jam shumë detajiste dhe shumë. Dhe duhet këtë kushtuar, jam e bindur sepse është cilësore. Ka kushtu, po ngela pa tekst, pak shtrejt. Po. Se copë e vogël. Shumë e vogël është. Po çfarë më bë? Detajet kushtojnë. E mira kushton. E vërtet. Shikues, po shkojmë me reklama, kthehemi shumë shpejt, mos ndroni kanalin, jemi vetëm edhe pak minuta me Rovena Dilon. Marketing, ha? Marketing? Marketing? Marketing. Gjithmonë. Ana, është afër meje, ka diçka shumë të rëndësishme për t'ju thënë, si në çdo puntat. Po, patjetër. Jemi tek muri i famshëm shikues, ku pa ky epizod dhe Rovena nuk do e kishim këtu. Ciao Berto dhe Franke, faleminderit që jeni pjesë e shijes së Anës tash e gati 4 vite. Kemi vajnë Monini, vajnë më të mirë Rovena, italian ekstra të vigër, uthullën Ponti, rizo Scoti, orizin më të mirë italian, dhe nga Argo Grupi disa produkte duke filluar nga ujit e pelen, verërat që i kemi, sot ta kemi dhe një roze, që emri dhe ka 921, kemi dhe babunën e tikfeshit, por sot kishim edhe santallin. Po shkoj ta marrë, mirë që ma kujtove. Shkoj. Akoma e ndjej nevojën për pak santal, për pak boronic. O, shumë e mira. Pas kroketave të mrekullueshme, ëmbëlsira më e mirë. Do t'jap shishe, do t'i marrësh me vete, nesër në Tiranë me mamin kur t'nisën. Rrugës, duke ecur rrugës një reklam, santal. Tani, sot na ke ardhur si dielli, ti je vetë dielli, je aq pozitive, po e ke vesh edhe këtë sakon e verdhë që e ke lidh kështu tamam. Mëngjesi i datës 15 shkurt, të ndriçoj. E ke qollu, tani unë ty do ndriçoj, sepse dje ka qenë 14 shkurte. Wow! Dhe nga Flow Flower Shop,
Unë këto trëndafila të kus t'i dhuroj ty. Dje ka që dita dashuruarve, por unë dua të them se ne duhet të ndjemi të dashuruar çdo ditë do të dhurojmë dashuri. Jo një herë në vit ati dashurit, për dashurën e vet i kujtohet një ble lule. Po. Unë mendoj që lule duhet të jenë pjesë e jetës tonë gjithandej, sepse vetë jeta është lule, edhe unë jo rastësisht me vitet tona lulet i kam shikues në emision, sepse e zbukurojnë emisionin, japin energji gjatë intervistës, gjatë gatimit, gjatë qëndrimit tonë këto. Faleminderit Merita, gjithnjë, me lulet më së fresta në vend shikues, gëzonit afërmit, befasoni në çdo kohë. Dhe Flon Flower Shop ju sjell lulet, kado që ju jeni. S'keni nevojë me pagu taksë se të shkoni andej. Shumë bukur. Flon mi vjen. Faleminderit. I gëzofsh ti je vetë një lule. Më ke gëzuar sot shumë. Më ke gëzu ti mu ma shumë që ke arë këtu dhe nuk ma ke prish, sepse e di kur dikush ka një dëshirë, e ti mu ma ke plotësua dëshirë. Ta kam thënë në janar kur të kam taku, që do doja shumë ta nisja sezonën. Dhe nisëm bashkë. Prishë. Do të eci shumë mirë. Faleminderit. Të jetë një super vit për ty. Aq mirë sa që do më kujtosh pastaj në fund të këtij viti do thosh, unë fillova me Rovenën, mos ndoshta dhe ajo kishte hodhi pak krip. Po, jo. Në fatin e jetës. Jo, dhe kripa. Kripa dhe sheqeri janë në fakt të njëjta gjëra me kahe të kundërta. Mire kete, shikuesit po na shohin, diaspora po na shet. Çka do t'ju thuash diasporës sloven? Çfarë do të them diasporës sot në 15 shkurt? Jetoni jetën për veten tuaj. Jetoni për atë që jeni, atë që doni. Jeni të vërtet, dëgjoni muzikë të mirë, dëgjoni sa më pak talava, poshtë talavaja. Largoni nga ato që nuk ju ndërtojnë, po ju çndërtojnë, ju prishin. Dhe bëni vetëm gjërat mira, se Zoti do t'ju sjellë vetëm të mira. A do futemi në kuzhinë po? Po. Hajde do e mbyllim kuzhinë, se kuzhina e ka vetën shikues, ha? Mos ta shumë gjëra? Jo, nuk the. Shikuesit po thonë rri edhe pak. Kështu thën? Po ja po thonë. Po hajde rrim dhe një orë. Ja. Na bëj dhe një kroket aty. Misione tjera, jo të gjithani në YouTube. Faleminderit Jana i supi për flokët dhe grimit sot. Faleminderit juve shikues, faleminderit gjithve që keni qenë. Ju që sapo jeni zgju, e gjeni emisionin me Rovena Dilon, artistën e madhe në YouTube, edhe një herë 2026-a, qoftë për ty viti ma i mbar, ti ke shumë gjana, ne të alshojmë studion, mbaje këtë fillimisht, këto po të ndihmoj unë, ti me dhe këtë shumë që ke, sa shumë gjëra. Po të alshojmë kuzhinën, ja dhe lullet, dhe tani do të largomi drejt kështu, duke dëshiru, ja kamera lartë, duke dëshiru shikuzve një super dita, po Rove? Po, pa tjetër, një super muaj, derë në fund. Super muaj, ikim shikues. Miru pafshim! Harova, diçka Rove, hajde kthehemi. Harova. Urdhëro? Jo, do dalim me një këngë. Me këdo? Hajde, dhe ka skena. Po, ty po talo. Po, këtë duash. Një këngë tëndën. Ke shumë këngë të bukra, pra? Ja, një tjetër tani. Hajde, me tjetër. Hajde, 1, 2, 3. Nëse natën vi, të futem në shtrat, ti mos u frikso, vije i ki prap. Super.